më shkruan Valbona Asankolli nga Korça. Po, e ka marrë vendimin nga prokuroria, të shkoj ta marri. Jo, nuk kam kohë ta lexoj, thot po më ka marrë ca para zonja. Jo, e ke vendimin në prokurori. E ke vendimin në prokurori. I nderuar, ke vendimin, po bën gabim se ke vendim prokurorie, po them edhe një herë. Po pse personalizuar ti bisedën? Që ke përgatitur për këto gjëra të ti kisha marrë me vete ti lexoje se këtu tani po konsumon, po konsumon veprën e thyrjes e të shpifjes. Të lutem, po shpif. Eni mos e thuaj asnjëherë sa i mirë dhe ajde i përgatitur se ai s'dihet ç'është vjen. Asnjëherë. Hajde mos e thuaj 1 minutë edhe vendimin do ta sjell nesër. Kam një pyetje për Jordanin dhe pastaj do futen te themi. Jordan, gjykatësia ka të drejtë të sqarojë palën pas vendimit? Absolutisht procedurë korrekte. Nuk është korrekte. Absolutisht jo. Komunikimi me jashtëgjyqësisht me palët është rreptësisht i ndaluar. Është një ndër kriteret. E dyta, në momentin që gruaja i ka thënë që kanë pasur ngacmim seksual, duhet bënte denoncim? Si rregull, çdo kush që ka dieni për ekzistencën e një vepre penale duhet bëj kallëzimin. Përjashtimisht atyre që e marrin për shkak të funksionit, që është gazetari, qofse ka sekretin e gazetarit gjithmonë, ose avokati që e merr, ose pa dyshim që ka probleme që do të zgjidhen pikërisht sepse çdo kush që merr dieni për kryen një vepre penale dhe nuk bën kallëzim, dhe gjyqtari as nuk duhet takojë me palën. Absolutisht jo. Absolutisht nuk duhet ka takojë. Mark, ka tejkalim nga media në këtë rast? Jo, absolutisht. Jo, në këtë rast nuk ka. Pse? Sepse para është një institucion publik. Po. Dhe abuzimi gjithçka është në funksion të mirës publike. Ideja që një njeri që abuzon me postën publike kërkon favore seksuale dikujt përgjohet dhe media është e bën një hipotezë, jo rasti konkret. Jo rasti konkret se mos ngarkojmë gruan. Te kalon media drejt në vet, nëse kërkon tek raportet e favorit seksuale. Ndahet dot provokimi sepse kur bën korrupsion me para, është shumë e thjeshtë. Ai mund ta kishte takuar në rrugë dhe ti kishte shpreh dashurinë dhe kjo s'përmend asnjë problem para s'ka. Por në këtë rast ajo kishte një çështje në gjykat dhe sikur ai ishte i dashuruar me të, tu ka konflikt interesit pastër, pra nuk është përdor detyrën. Përdor detyrën për të realizuar një kodion, se po të bie mund të kishte rënë dashuri, mund ta kishte takuar diku pasi që është në gjykat. Një është rasti shoqërisë Çobos nga Berati, gjyqtarit nga Berati. Ne kam përshtypjen që po te kalojmë. Ai ishte gjyqtari i çështjes. Po, çfarë te kalojmë? Sepse është brenda çështjes. Ne kam përshtypjen që po te kalojmë, jo se mdhim se taj, por në kuptimin parimisht mendojnë që te kalojmë pa kur me një akt publik ne po bëjmë një gjyq, ndërkohë që marrim disa atributet po themi unë jam dakord që gjykata tonë jemi vetëm tek biseda e seksualitetit deri tani. E di, po çdo gjë duhet kemi pak kujdes.